Jemi sërish bashkë miq edhe sërish mbetemi te konteksti në të cilën vendi jonë është mbërthyer. Për pak javë të gjithë do shkojmë drejt kutive të votimit, edhe do të zgjedhim, le të themi, qeverinë e re. Ndërkohë, për herë të parë në historinë e Shqipërisë, rreth 245.000 shqiptar që ndodhen jashtë vendit do të votojnë atje ku jetojnë. Edhe sigurisht që diaspora vjen në këto zgjedhje të 11 majit me më shumë votues, po për fat keq me pak kandidat, me më shumë fushat nga partitë, por pak programe që lidhen me ta, me më shumë udhëtime, po pak kemi parë që të bëhet transparent mbi këto udhëtime, me shumë fjalime, por nuk e dim, mbase do ta diskutojmë, a ka veprime konkrete. Ky moment historik sigurisht që vjen me shumë pikpyetje, shqetësime dhe sfida. Për gjitha këto pikpyetje, shqetësime dhe sfida, sigurisht që ne do të kemi mundësi të diskutojmë bashkë sot me mikeshën e qendresës, të ftuar në radhës, Esiona Konomi, e cila prej vitesh ndjek politikën edhe sa herë ka zgjedhje e stacionuar tek Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Faleminderit. Mirë se ju gjej. Ishte shumë këndshëm që vizitoja nga afër në godinën tuaj sot. Edhe unë jam njëri që i dashuroj zgjedhjet, po të kishte zgjedhje çdo vit do isha shumë e lumtur për këtë, por për fat keq, edhe kur kemi zgjedhje në fakt duket sikur nuk kemi zgjidhje. Kur thuaj dashuroj zgjedhje, dua të ketë zgjedhje çdo vit, nduket sikur shkon në një sinkron me qytetarët që thonë që 80% thonë kur ka zgjedhje qeverisësit janë më të sjellshëm, kur ka zgjedhje ose vit elektoral, ka më shumë investime, dhe më shumë për kujdesje. Ka më pak gjoba në rrugë, ka edhe le të themi më shumë për kujdesje. Është e njëjta arsye pse ti do zgjedhjet apo lidhet me diçka tjetër? Unë i dua zgjedhjet sepse i shoh pavarësisht skepticizmit që ne kemi, i shoh si një ushtrim demokracie dhe përpiqem, me aq sa unë zë kam dhe fuqi kam, të nxjis ndër veprimin e qytetarëve, qoftë për të ndëshkuar ke qeverisjen, qoftë për të përqafuar një alternativë bindse. Dhe pse zakonisht nuk është se lehtësisht mund të identifikosh alternativa që vërtet të bindin, edhe personalisht si votuese, pavarësisht se i dua zgjedhjet si ushtrim demokracie, personalisht sa herë kam votuar, dhe nuk kam ndonjëherë asnjëherë pa votuar që kur kam mbushur moshën, kam votuar fatkeqësisht të keqen më të vogël, po asnjëherë një alternativë nuk më ka bindur se është zgjedhja më e mirë që mund të bëja dhe të kishte zemrën time dhe mendjen time. Ka patur vetëm një kompromis që është okay, po shkoj të votoj, duhet ta bëj këtë dhe s'duhet të dikën tjetër të vendos për mua, po asnjëherë që kam votuar, për fat keq, askush nuk më ka bindur aq shumë sa të them po, ky më duhet, këtë do të votoj sepse është më i miri. Në fakt kam votuar atë që është më pak i keq. Kur e thua kështu, filloj të mendoj se inshallah na del jeta që të arrijm këtë momentin ku në një proces votimi ne do shkojmë me pasion edhe me dëshirë, siç mund të kenë pasur rastin për shembull prindrit tan kur në 90-ën ndiheshin forma ndryshimi ose elemente të ndryshme ku njerëzit me pasion edhe me një lloj edhe vetmojimi dhe sakrifice shkonin edhe votonin. Por kur thua zgjedhjet janë një ushtrim demokracie, kemi ditur ne ta zgjidhim këtë ushtrim? Ne jemi përpjekur. Një shprehje e vjetër thotë se çdo popull meriton qeverinë që ka. Dhe sigurisht që ne jemi përgjegjës për qeveritë që kemi pasur, kemi dhe do të kemi. Por sigurisht që për shumë arsye, ata që na kanë qeverisur si në diktaturë, si në demokraci, janë mendje më të stërvitura për të manipuluar masat. Dhe sigurisht që masa është në kurthin e liderëve. Dhe sigurisht ne kemi bërë dhe do të bëjmë gabime. Megjithatë, ajo që unë ndjej që ne vuajmë të shoqëri është fakti që ne kemi një aftësi të jashtëzakonshme për të harruar dhe një aftësi brillante për keq për të bërë kompromis për gjëra të vogla në kurriz të gjërave të mëdha. Çfarë mund të kemi harruar? Ne kemi harruar të shkuarën, ne kemi harruar tipologjitë se si na lindi diktatura, çfarë na shkaktoi ajo dhe si rrugës kemi përqafuar modele që edhe pse janë bërë autoritare vit mbas viti, kanë sinjale krejt të qarta të mungesës së demokracisë në konceptin e tyre të funksionimit. Funksionoi quasi diktator me ligje demokratike, se në diktaturë bëheshin votime, po në fund fare gjithë dimin çfarë ndodhte, dhe ne bëj sikur nuk i shohim. Ne argëtohemi se dikush na bën për të qeshur, dikush na bën në fushat një këngë bukur ritmike dhe kërcejmë,
dhe harrojmë të pyesim se çfarë ka bërë dhe çfarë mund të bëjë realisht ky individ. Pra ne kemi nënvlerësuar përmbajtjen duke u marrë me formën. E ndonjëherë duke ngatëruar peshën e votës me ndonjë interes krejt të vogël, i cili është i përkohshëm. Pra fjala vjen njerëzit e varfër që ju paguhet lista e borxheve. Keni parasysh që nëse ju paguhet sot dhe ju nuk ofrohet një alternativë më e mirë qeverisë për jetën tuaj, lista e borxheve do krijohet sërish pas një muaji apo pas 2 muajsh dhe pushtetari do ju vi pas 4 vitesh. Pra ne harrojmë të bëjmë mirë për momentin, marrim një shpërblim të vogël, një joshje të vogël për momentin dhe nuk mendojmë në terma afatgjatë dhe nuk shohim perspektivën. Ne jemi dëshmimtar të kësaj edhe sigurisht që është për të ardhur keq. Unë shpesh nuk e di tani kujt ja ve fajin elitave që duhet ta zhbëjnë këtë kulturë që ndonjëherë kulturë ndonjëherë që ndodhet poshtë, apo t'ja vej qytetarëve dhe shoqërisë që ndonjëherë me presionin e të mëdhenjve që i shtyp e kanë shumë të vështirë që të vetëdijsojnë në momentet e tonë. Se unë bie dakord me ty që nuk duhet bërë kompromis, por kur ju thoni që janë 2 të këqija dhe asnjëra nuk është frymëzuese, ose janë 5, po janë 5 të këqija, asnjëra nuk është frymëzuese. Mbase i vetmi element transaksional mbetet kjo dreq favori vogël që të vjen në këmbim të votës. Kjo është një logjikë e cila bën pikërisht fitues ata që dinë ta përdorin këtë si mekanizëm. Sikur ne jemi të rëndësishëm sepse votojmë. Pra ata përpiqen të na bindin se qeverisin mirë. Prandaj çdo gjë është mirë vitin e votimit. Ne japim një ndjesim mashtruese. Ne japim një ndjesim mashtruese të përkohshme. Pra njëra palë na bind që na ka qeverisur mirë, do të vazhdojë të qeverisë mirë. Tjetra na tregon që ose përpiqet na bind se do të jetë një alternativë më e mirë qeverise sepse ne votojmë. Por nëse ne e neglizhojmë votën tonë dhe nuk mendohemi realisht mirë kur votojmë, praktikisht i kemi ndihmuar që ata ta kenë më të lehtë betejën. Ne i votojmë dhe nuk u kërkojmë llogari, ne i votojmë dhe nuk i kërkojmë ku janë, ndërkohë që është periudha mes 2 zgjedhjeve. Ata vinë pas 4 vitesh kur nuk kanë qenë asnjëherë dhe ne prap po t'u japim një shans tjetër. Unë mendoj që faji nuk është i elitave që shtypin. Elitat ne e përdorin masën dhe përdorin varfërinë jo vetëm ekonomike, po edhe shpirtërore, edhe po themi edhe intelektuale ndonjëherë të elitës për të manipuluar. Në çdo rast unë do ta shija përgjegjësinë të gjithë, të unë, të ti dhe të gjithë, ne që kemi një vot dhe që kur shkojmë votojmë nuk përdorim mençurisht votën e ndëshkimit. Edhe mua më pëlqen ky mesazh sepse pak a shumë është ajo që gjithkush e ka humbur luksin për të qenë indiferent apo për të pretenduar se dikush tjetër në vend të tij do i bëj gjërat më mirë për të. Kështu që e vetmja mënyrë është që pavarësisht se sa larg të duket vetja në periferitë të vendimarrjes, ditën që ti zgjedh ke një peshë të rëndësishme. Po e shkëputur dua të bëj një si thua kapërcim teknik. E shkëputur nga mënyra se si ne votojmë. Ka rëndësi edhe procesi ndërmjet të cilit ne votojmë. Pra, le të themi data e votimit, procedura, mënyra se si votojmë, elementet të cilat ne në tranzicion i kemi pasur të ndryshueshme dhe përgjithsisht në atë që më të komplikuara. Shumë më të komplikuara dhe ndonjëherë dramatike. Më kemi pasur humbje jetësh, kam pasur rrahje me karrige në qendrat e votimit, kam pasur histori me kërcënime me armë ku proces verbalet në vitet shkuara kur le të themi votat nuk numëroheshin në këto vend grumbullimit të votave, por në lokacione të ndryshme dhe në varësi të fortëve ndryshoi edhe proces verbali. Në opinionin tënd, ne bëjmë zgjedhje më të mira sot? I kemi përmirësuar ato në procedurë, jo në mënyrën se si votojnë qytetarët, po në mbarvajtjen le të themi të procesit votimit. Për shkak të mungesës besimit palëve ndaj organizatorëve të zgjedhjeve, sidomos skepticizmi i opozitës, kushdo që të ketë qenë opozitë në atë periudhë caktuar, ne kemi sofistikuar shumë, madje duke mbi ngarkuar me element sigurie procesin zgjedhor. Kështu që nga aspekti i sigurisë, ne ofrojmë zgjedhje të standardizuara. Pra sot është zor ta vjedhësh votën te kutia e numërimit, është zor që të bësh manipulime në komision. Pra kemi identifikim elektronik, kemi kamera në çdo qendër votimi, kemi skanime të fletëve votimit në numërim.
Pra kemi gjithçka mund të mendoj mendja njerëzore se si mund të ta survejoj këtë element. Pra në aspektin teknik ne kemi përmirësuar ndjeshëm, duke bërë ndonjëherë të mbi ngarkuar dhe ndonjëherë të pakuptueshëm. Po të shkosh në Amerikë, fleta e votimit është një letër printuar e thjesht, në ndërkohë kemi aq shumë barkode dhe element sigurie tender jashteti, sa që duket sikur çfarë po bëjmë. Po kjo vlen dhe vjen tërësisht nga kultura e munguar e besimit palëve tek procesi. Sigurisht që edhe ndërveprimi i elementëve të zi, nëse quaj këtu krimin, nëse quaj paratë e pista, nëse quaj edhe burimin ose përdorimin e burimeve publike në favor të partisë në pushtet apo presion ndaj administratës, sigurisht që vijojnë të ekzistojnë, por janë bërë më të rafinuara. Pra, ky Big Brother i madh elektoral i ka bërë edhe më të rezervuar gjithë aktorët që të kenë kujdes si ndërveprojnë. Sigurisht që krimi influencon politikën. Por krimi nuk vjen parlament më vetë. Mund të sjell njëri të tij, mund të marrë një mësues në një zonë caktuar të nderuar të thotë shko bëu për llogarinë time deputet, por nuk të vjen vetë në parlament, dikur të vinte dhe sfidonte dhjetra apo komunitete të dhunuara prej atyre modeleve. Ose administrata sërish përdoret në fushat, por nuk e shohim kaq brutalisht sa mund ta shihim. Pra, mendoj që sofistikimi është bërë pak më i madh, por problemet vazhdojnë. E kemi kaluar fazën ku në ditën e votimit vota tjetërsoj. Pra mekanizmat e errët që ndodhin gjatë ditës së votimit shkatronin si thua rezultatin fundor të zgjedhjeve. Ne tashmë jemi në këtë fazën e re të mënyrës se si bëjmë zgjedhje ku dita e votimit me gjithë problematikat që mund të ketë nuk dëmton vullnetin nuk ishim për trap. Sepse realisht në Shqipëri nuk ndodhte asgjë. Edhe pse për gazetarët ky është një lajm i keq, në fakt ishte një lajm i mirë për demokracinë. Dhe unë kam krijuar bindjen që pasi votuesi hyn në qendrën e votimit, gjithçka që ndodh më mbrapa është e pacënueshme. Edhe pse unë besoj që votat blihen, manipulohen, votuesit shantazhohen gjithçka ndodh para se të vinë te qendra e votimit. Për shembull, në zgjedhjet e fundit në Rogozhin, që u bën zgjedhje e pjesshme, unë kam vazhduar të shoh ta djemt me tatuazhe që kishin një 30 gjyshe që i sillnin dhe i ndihmonin të votonin. Dhe që komisionerët, edhe pse kishin kamerën dhe gazetarin brenda qendrës votimit, e mbyllnin syrin dhe të çunin me tatuazhe, lejonin që të votonte ose të ndihmonte çdo gjyshe që sillte, duke thënë është gjyshja ime, po një njeri ka 2 gjyshe maksimumi, nuk ka 30 gjyshe. Pra fenomeni vazhdon të jetë, dhe sidomos sa më të vogla dhe sa më të ngushta të jenë komunitetet, aq më zorshme është që ai që është rregullatori i procesit, pra komisionerët e tjerë, antarët e GZZ-s, ti sfidojnë këto modelet e forta të komuniteteve. Po me gjithë këtë kontrolli është më i lartë dhe pastaj është në integritetin e partive dhe të kandidatëve që të mbajnë sa më larg këto figura, edhe pse e kuptoj. Nëse dikush më dëgjon thotë po mirë, po unë e kuptoj, ti më thuaj që unë të mos përfshim fushat të fortë të zonës. Po është e vetmja mënyrë që unë të rivalizoj të fortë të atit tjetrit. Është një kompromis i madh që duhet bërë mes tyre dhe çfarë ata ofrojnë, ose duhet një mençuri e madhe që nëse i përdor për të mbrojtur nga i njëjti kontingjent i palës tjetër, të kesh mençurinë e sensit të masës. Mbaj mend rrëfimet e 2017-s të 3 shefave politik të partive kryesore, PS, PD dhe LSI në atë kohë, që ishin në Elbasan, dhe ne dim çfarë të shkure ka patur Elbasani, ndoshta tani është pak më relaksuar për shkak të goditjeve që ka bërë Spaku, po prap një problem dikur ka qenë shumë më errët te panorama. Dhe secila prej partive që unë përmenda kishte nga një band mbrapa. Këto familjet e errëta që ne i përmendim. Dhe rrëfenin më mbrapa se si të 3 krerët politik të 3 partive kryesore kishin bërë një takim së bashku në fushat dhe kishin bërë paqe si do të linin pa përgjakur bandat që ishin pas tyre. Kjo, domethënë, ndoshta nuk është gjëja më e mirë që mund të përmend, po më ka lënë shihet mirë fakti që 3 që ishin drejtues politik të partive u kujdesën që okay, unë e di kush është me ty, ti e di kush është me mua dhe ne e dim kush është me të tjetrin, po së paku a mund të bëjmë një protokoll së bashku që këto bandat mos përgjakin njëra tjetrën për hatrin ton, dhe në atë vit nuk është e pati ngjarjen e Elbasan që për fat keq u bën më mbrapa pastaj.
Është e vërtet. Unë bashkë me ekipin gjendemi shpesh në ditën e votimit në procese në zona të ndryshme për të monitoruar. Dhe fjala vjen për shembull Vora ka qenë një tjetër pikë nxehtë e kësaj lloj sjellje. Dhe kur me grupin e monitoruesve ne kemi qenë në disa qendra të Vorës, di që në momentin që shkelje e ndjeje një tension ku mjaftonte një lëvizje letre e çekuilibruar dhe aty mund të kthehej në Far West. Domethënë gjithkush do nxirrte këto muskujt me por që është e vërtet, ne mund të shpëtojmë nga kjo nëse marrëveshjet gentlemenash le të themi midis liderëve politik, po që s'është gentlemana sepse e kanë detyrë morale për këtë vend që dukshëm i ka shpërblyer shumë për të lënë le të themi të fortët edhe për të garuar pa të fortët, se në fund ditës është ekuilibër. Nëse vendosin në mënyrë të njëanshme ata të mos i përdorin, askush nuk do shkojë edhe t'i përdorë, madje as ata vetë nuk mundet që t'i imponohen situatës. Unë, nëse mund të shtoj diçka, jam shumë e kënaqur në këtë zgjedhje, sepse jam e sigurt që ju keni vënë re këtë marrëveshjen e 3 musketierëve, KQZ, prokurori i përgjithshëm dhe kreu i SPAK-ut, që mua më është dukur një shfaqje më shumë se një risk real, por më ka ardhur mirë kur kam parë kryesisht e partia në pushtet frikë prej kësaj aleance të shtuar për të hetuar në avans krimet zgjedhore. Sepse realisht ata ndjejnë që nuk mundet lirshëm të presionojnë administratën të shkojnë të votojnë në mënyrë të caktuar, nuk mundet të qarkullojnë me të fortët të nëpër zona, dhe qoftë edhe vetëm frika që ata kanë paraprakisht. Edhe sikur SPAK-u, KQZ, prokurori i përgjithshëm mos bëjnë asgjë që në fakt do të bëjnë, nuk është se nuk do të bëjnë, po dhe sikur mos bëjnë asgjë, vetëm frika që këta drejtues politik të partisë në pushtet kanë për të qenë më të përmbajtur në raport me presionin që ushtrojnë, është ndihmuese atë. Është e vërtetë, edhe për shkak të veprimtarive sidomos të strukturës të posaçme kundër krimit të organizuar, që ka dëshmuar që mund të funksionojë edhe në fasha zgjedhore. Fjala vjen me rastin e kryetarit të bashkisë, që ka qenë një nga ose të zonave të tjera, jo nuk e përmenda kryetarin e bashkisë për probleme zgjedhore, por për të thënë që është një strukturë që fiton besim edhe palët tashmë e kanë frikë, në kuptimin që nëse ajo shfaqet, do duhet që ti matësh mirë. Për shembull, ka qenë për mua absurde deklarata e kryeministrit kur kjo aleancë u shpall publikisht, që doli një për atyre komunikimeve të mëngjesit të tij dhe tha ç'është kjo çmenduri si mund të na përgjojnë në terren. Ndaluni sa më parë. Është si më thënë që u kam ndërmend tash ke ligjin dhe ti mos hajde të më shikosh. Dhe praktikisht ky lloj shqetësimi i shfaqur nga kryeministri reflekton një shqetësim të shumë fishtë ata që realisht punojnë për të në terren. Kështu që më vjen mirë që janë shqetësuar, jo vetëm nga partia në pushtet, edhe te partitë e tjera, sepse të gjithë përpiqen të fitojnë terren. Por marrin parasysh partinë në pushtet sepse ajo përveç se mund të ketë, po themi, njerëz që i afrohen nga bota e nëndershme, njëkohësisht ka një mekanizëm shumë fort për mua të dëmshëm për dorimin e burimeve publike dhe të administratës kryesisht. Është e vërtet. Unë do doja që të ndaleshim pak te ajo që po ndodh për herë të parë në vendin tonë, që është diaspora voton nga atje ku është. Shpesh ne jemi referuar me për herë të parë diaspora voton, gjë që të paktën lingvistikisht nuk është korrekte, sepse të drejtën voton aty ku është. Të drejtën e votës diaspora ka pasur gjithmonë, por tashmë do të votojë nga atje ku është, edhe pa lënë impenjimet, edhe pa lënë, le të themi, atë pengesën e madhe që do t'i duhej të merrte avion, të parashikonte lënien e punës, edhe gjitha elementet që mund ta pengonin, tashmë do të votojnë nga atje ku janë. Duke na kushtuar neve mbi 20 milion euro. Kjo ishte pyetja. Sa do të na kushtojnë ne e drejta që gëzojnë bashkëdhetarët tonë jashtë vendit për të votuar? Keni parasysh që vetëm kostoja e postës, pra transportit e të zvotimit nga Shqipëria në diasporë dhe anësilltas, kushton 10 milion euro. Shtohen këtu pastaj një drejtori e posaçme në KQZ që është ngritur për të mundësuar të proces që paguhet dhe ka një staf të gjerë, sidomos part-time. Shtoni këtu 2 milion euro për sistemin PER që është krijuar për të regjistruar online votuesit, po ashtu një sër kostosh të mëdha për prodhimin e fletës votimit për 245.935 votues të regjistruar me sukses,
Dhe kostot tjera administrative është mbi 20 milion euro. Ajo që na kushton ne vota e diasporës, ndonjëherë dëgjoj njerëz tonë, po mi më tu kishim pre biletën se na shkonte më lirë dhe takonin dhe familjarët me këtë rast. Ja vleti? Unë jam skeptike për qëllimin, por duke marrë parasysh, pra, unë nuk do preferoja që të votonte diaspora e cila nuk e ndjen Shqipërinë dhe nuk e jeton Shqipërinë siç ne jetojmë, po do shkojmë ndoshta pak më vonë tek kjo pyetje, por prap mendoj që ne kemi votues në Shqipëri, po aq sa kemi jashtë Shqipërisë. Që ndoshta në termat e numrave është e pa drejtë të përjashtojmë një pjesë të madhe të vendit tonë. Mirë, mase do ndalemi pak më shumë te kjo, po unë doja të pyes ata që u regjistruan. Pra janë regjistruar tashmë edhe janë bërë pjesë e votimit jashtë vendit. Teknikisht ata kanë të drejtë që nëse mendojnë mund të vinë edhe të votojnë këtu. Jo, dikush më shkruan në Instagram dje që unë u regjistrova edhe tani më ka dalë një punë në Shqipëri, duhet vit votojnë në Shqipëri. Jo, sepse kush është regjistruar në platformën elektronike të KQZ-s PER, i është hequr emri nga lista e votuesve në Shqipëri. Kështu që nuk e kam të drejtë, duhet presi zarfin aty ku banon emigracion. Po ata që nuk u regjistruan, e humbin të drejtën për të votuar? Jo, sepse ata vazhdojnë ta kenë emrin në listën e zgjedhësve në Shqipëri. Nëse daja im është një votues i qarkut Vlorë, do duhet të qendra vet. Kjo ishte pyetja e radhës në fakt, sepse ka një grup të madh njerëzit të cilët janë refuzuar nga KQZ-ja. Po fakti që janë refuzuar nga KQZ-ja nuk do të thotë që përjashtohen nga e drejta për të votuar. Ata mund të marrin avionin, mund të marrin makinën edhe të vinë edhe të partisë për kace. Dhe do ketë më pak autobus kësaj radhe, por realisht për te shakave dhe me gjithë respektin për ata që nuk mundën që ta bënin online regjistrimin, se nuk ishte një proces i thjeshtë, pavarësisht se u asistua, mundet të vinë të votojnë në Shqipëri pas një problem. A ka një rrezik real që shumë vota të mbeten jashtë numërimit për shkak të problemeve logjistike? Domethënë, nga ajo që ti ke informacion, edhe ke bërë edhe shpesh qartësime shumë të mira publike të tuat, që si është procedura, zarfi, shumë shtëruese. Po nga ajo që njeh ti, domethënë, a ka kjo risk, gjithë kjo procedurë që shumë ngelen për shkaqe logjistike? KQZ-ja ka bërë studime në vende të ndryshme dhe ka eksperjenca kur ti për shembull vetëm 20% atyre që janë regjistruar ja kanë dalë ta sillin me sukses votën. Ka edhe eksperienca që shkon në 80% niveli të regjistruarve ja dalin me sukses. Pra, ekzistojnë edhe minimumet edhe maksimumet. Për vlerësimin tim ka dy arsye pse numri të regjistruarve do të reduktohet në flet votimi reale në Shqipëri. Sfida e parë është takohet personalisht me postierin. Pra, u regjistruar me sukses, KQZ-ja i dërgon brenda pak ditësh fletën e votimit, duhet takohet me postierin. Shumë shqiptar punojnë orare të gjata, larg banesës dhe mund të mos jenë fizikisht në ata adresë që kanë deklaruar sa herë që postieri vjen. Postieri ju shkon 3 herë dhe ju shkojnë orare të ndryshme me idenë që nëse nuk të gjej para dite do të gjej pas dite dhe nëse nuk i gjen asnjë prej 3 herëve do ju lënë një shënim për të shkuar tek zyra më e afërt të DHL-s për ta tërhequr zarfin vet brenda 3 ditësh ndoshta. E në qoftë se as këtë nuk e bën për shkak të je në punë nuk e le do të shkosh te orare të ndryshme, po nuk është se ka shumë shqetësime çfarë është. Postieri gjerman mund të jetë shumë mirë. Mund të jetë një postier postierin grek, po. Greqi, Itali që mund të jetë. Që nuk është se ka ndonjë vullnet shtuar ai një pako kaj do të dorëzojnë në dorë personalisht personin. Është filtr garancie, pra nuk të lihet kutia postare, nuk jepet një familjari sepse nuk është personale. Pra sfida e parë është takosh postierin. Sfida e dytë është e more zarfin, e more pakon zgjedhore, e hape. E para njëherë të mos e dëmtosh, mos e grisësh. E dyta të mos harxhosh shumë kohë për ta plotësuar, sepse zarfet duhet vinë në Shqipëri brenda orës 19 të 11 majit. Çdo zarf që vjen pas këtij orari nuk do të numërohet. E merr KQZ-ja administron, por nuk numërohet. Okej, ti e more zarfin, do ta plotësosh. E para duhet bësh me kujdes zgjedhjen tënde, të mos prodhosh një flet votimi të pavlefshme.
Por nëse në Shqipëri mjafton të kesh kujdes vetëm fletën, në diasporë do të kesh kujdes edhe zarfet. Pra mbi zarfe nuk do të bësh asnjë shënim. Nuk do të futesh brenda asnjë dokument tjetër, asnjë letër, asgjë përveç letës votimit, sepse mund të interpretohet si një shënim që ti ke lënë numëruesit për të kuptuar se si votove ti. Mund të konsiderohet vepër penale? Po kam përshtypjen që në parim janë vepra penale si fotografimi e si këto elemente Pra fakti që ti bën një shenjë mund të jenë deklarat për një vot të deklaruar dhe vota le të themi e deklaruar ose Kjo është arsyeja pse nuk duhet bëjnë asnjë shënim, duhet bëjnë shënime vetëm mbi fletën e votimit për të votuar partinë ose kandidatin ose një parti dhe një kandidat të njëjtës parti. Duhet të kenë kujdes, nuk mund të votojnë një kandidat nga një parti dhe një kandidat nga një parti tjetër. Se kam njerëz që më thonë, po mua më pëlqen Ilir Ali Mehmeti, po nuk duhet votoj, po do të votoj një parti nga ato të reja se më pëlqejnë. Nuk mund ta bësh këtë, si në Shqipëri si jashtë Shqipërisë. Nëse do Ilir Ali Mehmetin ose çdo qoftë ti do, voto atë që do, por mos voto një parti tjetër në të njëjtën kolon me partinë që. Se nëse shënimi është jashtë të njëjtës kolon, vota është e pavlefshme. Tani të kthehemi te diaspora prap, mos bëni asnjë shënim mbi zarfe, futeni zarfet brenda njëra tjetrit sipas udhëzimit dhe duhet telefonojnë kurrierin, sepse nuk postohet zarfi si çdo postë tjetër e zakonshme që ne bëjmë. Duhet telefonuar kurrieri, numrat e telefonit ju ka dërguar KQZ-ja në një numerator brenda në Pako, e merr edhe koordinon një orar të përshtatshëm për të dy. E zëm që edhe kjo u arrit, t'ja jep personalisht postieri dhe me që posta është e shpejt, nga Europa brin për një ditë, në Amerikë ose më larg e zi mund brin deri në 3 ditë, kështu që po themi është bërë një lloj përpjekje që të sfidohet largësia, por kushdo që e sill zarfin pas orës 19 në Shqipëri të 11 majit nuk i numërohet. Unë kam një frikë të llahtarshme le të themi për mënyrën se si do administrohet nga votuesit diasporë se gjithë ky proces. Merre fletën, merre zarfin, edhe e di pse them frikë kur shoh se si dolën votat e pravlefshme në zgjedhjet e kaluara, ku pikërisht kjo që ju thoni që votoja individin, po votoja partinë tjetër, i ka shkaktuar vendit le të themi numrin më të madh që ndonjëherë ka pasur në historinë e Shqipërisë vota të pavlefshme, 80.000 që janë mandat deputeti. Shumë kanë humbur mandate vetëm për shkak të saj. Tani, nëse dikush voton vetëm kandidatin, është në rregull, mjafton. Patëre, pse do duhet ta bënin fletën të komplikuar ku vinim dhe po sa ti për shembull dhe këtë ne mund të le të themi zvoglonim margjin e gabimit. Sepse në anën tjetër ti ke mundësinë të votosh vetëm partinë dhe të mos votosh kandidatin. Duhet vënë partia sepse është identifikuese. Plus që keni parasysh që liderët e partive nuk ju bëhet shumë vonë për listën e hapur për kandidatët. Atë ju bëhet vonë për emrin e tyre, për logon e tyre. Dhe ata e dinë që kanë preferuar, kanë listën e mbyllur, ata emrat në krye të listës me shkronja të vogla që në fakt janë më të fuqishmi të listës. Ata që ne nuk i votojmë, kemi aty si ato kushtet që na vë banka kur na jep kredi, na i shkruan me shkronja të vogla me shpresën që nuk po i lexojnë. Kështu që edhe, domethënë, partitë janë interesuara të grupojnë sa më shumë vota për veten e tyre, sa ajo ju prodhon mandat. Pastaj si shpërndahet torta e mandateve brenda familjes, liderëve nuk ose ju intereson shumë se kë kanë dashur të mbrojnë e kanë vënë listë mbyllur. Me sasinë e numrave që pritet votojnë nga diaspora, a janë vendimtar në qarqet që ata votojnë për mandate në Kuvendin e Shqipërisë? Po, për shumë kemi parasysh Tirana ka 52.000 të regjistruar. Po themi baraz për 4 mandate po t'i ndanin, po t'i ndalim më vete. Pra numrat janë të konsiderueshëm dhe mund të ndikojnë. Po e di si ndikon vota diasporës në Tirana apo në çdo qark. Nëse vota shkon vetëm për njërin, e gjitha për njërin, ose vetëm për tjetrin, ose vetëm për një të tretë dhe braktisë të partitë e mëdha. Por nëse vota e diasporës, po themi, shkon me të njëjtat përqindje siç është vota brenda vendit dhe diversifikohet, ndahet, atëherë ndikimi mund të jetë i ulët ose i pakët. Por momentalisht nga ana matematikore është e pamundur të parashikohet ndikimi i diasporës praktikisht. Keni vënë re a ka përkulur vota e diasporës mënyrën se si janë ndërtuar listat nga partitë politike? Pra, e kanë menduar që kemi gjithë të diasporë, vajtëm bëm gjithë këto festa, bëm gjithë këto takime, në listat e kandidatëve. A mendoni që u përfaqësuan drejt me sasinë që ata do sjellin le të themi në
Se kur unë them që do votoj diaspora sa mirë, gjithmonë kam në mendje që një gjë prej tyre do vi këtu për ta ndryshuar ne, jo në kuptimin ndonjë gjë prej tyre, po të sjelljes, pra të parimeve demokratike, se shumica janë në vende të zhvilluara. Dhe mbase praktikat e tyre do na sjellin këtu. A do ndodh kjo? Kur shkon KQZ duket sikur do votojmë në diaspora, ne këtu s'do votojmë fare. Po ashtu kur vinë ambasadorët po se s'ka nisur fshata akoma. Mendojnë që edhe kur shikon partitë mendojnë që vetëm diasporën po punojnë. Në fakt po ti pyesësh pa kamera partitë, thonë që është një mund që nuk ja vlen. Sepse vota është e paparashikueshme, së pari shumë energji, shumë burime financiare për të shkuar deri atje. Por ndërkohë nga ana tjetër partitë kanë treguar kur bën listat që në fakt nuk ju ndjen për diasporën si përmbajtje. Ju intereson vetëm si numër dhe atë numër nuk kanë dashur ta lënë të lirë në mëshirë të fatit të shkoj ku doj. Pra janë përpjekur dyja partitë kryesore, po edhe të rinjt nuk ose kanë qenë mbrapa për ta prekur diasporën me idenë që të mos shkoj vetëm të njëri ose vetëm të tjetri, të marrin pjesën tonë. Kur ka ardhur puna tek listat, asnjë prej partive nuk ka përfshirë emra domethënës ose personalitete nga diaspora që të jenë në vende fituese. Bën PS-ja dhe PD-ja sikur kanë dy emra nga listat e hapura nga diaspora, por thelbi është që as PS-ja dhe as PD-ja nuk kanë sjell një personalitet, nuk kanë sjell një profesionist, nuk kanë sjell një ekspert, nuk kanë sjell një aktivist nga diaspora për të sjell një vend në parlament. Edhe Lavdrim Krashin që dikur e kishim nga diaspora e Anglisë nuk e kemi më sot. E vërtet, edhe mua më ka bërë përshtypje. Jo, madhe, po thjesht për të thënë që më duk sikur një hap pas e bëm, në vend që të bëni një hap përpara. E vërtet është, edhe unë e kam lexuar në formë të tillë këtë. Mirë, po qytetarët do votojnë nga diaspora, zarfat do vinë, shumica e tyre pyesin kush do i votoj. Ky procesi i marrjes së zarfit, se ne ndonjëherë kemi mendjen të shenjtallëqet, do na i hapin rrugës. E do na i se thua do na i plotsojnë ndryshe, do na i ndryshojnë, do vën a ndodh kjo? A është reale kjo frikë e qytetarëve jashtë vendit? Unë e kuptoj që të kesh një zarf edhe një flet brenda dhe një adresë tënde është pak friksuese. Ka 3 zarfe sepse rrugës do zhvishen këto zarfet, pra zarfin e postës, atë zarfin e jashtëm të DHL-s, zarfin plastik, do ta grisim, do ta hedhim kosh se nuk na duhet. Do hapim zarfin e jashtëm B. Zarfi i jashtëm B po ta shikosh, nuk ka as emër dhe as mbiemër të votuesit. Pra ai që e merr në KQZ zarfin nuk e di se zarfi i kujt është. Ka vetëm qarkun ku i takon fleta e votimit dhe shteti nga ka ardhur. KQZ-ja përmes një pajisje elektronike që ka vetëm KQZ-ja jo partitë, do të skanojë se vota e kujt erdhi dhe në një sistem elektronik regjistrohet kush mori pjesë në votim. Pastaj këtë votën, të zarfin, vota që është brenda 2 zarfa, aktualisht në një zarf vogël, pastaj një zarf të madh, shkon te kutia e qarkut përkatës, në qarkun Lezhë, po themi. Kur në Lezhë të nis numërimi i kutisë së parë, edhe në Tiranë do të nis numërimi i kutisë së Lezhës. E hapim gjithë kutinë e derdhim në tavolinë. Kush do e numëroj votën e diasporës? Përfaqësues nga PS-ja dhe nga PD-ja, pra janë të balancuara. Është një zyrë më vete në KQZ? Atëherë në Parkun Olimpik Feti Borova në Tiranë, është vendi ku aktualisht po paketohen fletë votimit në zarfe për të dërguar dhe po aty do i sjellë DHL-ja. Pastaj aty do grupohen, siç e thash, do të grupohen sipas, është një sallë e madhe monitoruar me kamera, shumë një Big Brother i madh edhe aty, edhe kamerat e mediave po ashtu, ka live stream 24 orë, pra nuk mund të bëj dikush diçka. Aty siç e thash, për çdo qark do të ketë nga një kuti të posaçme, kuti e kupton, erdhi një votë Lezhës, e hedh te kutia. Erdhi momenti i numërimit, hapet kutia e madhe aty dhe ndahen hapen zarfat B. Zarfat B hiqen më janë. Dhe ne kemi vetëm të zarfin A, i cili nuk ka asnjë shënim. Pra numëruesi ka në dorë në fund fare një zarf A që nuk ka asnjë shënim, nuk e di se zarfi kujt është. Nëse ti nuk e ke shënuar emrin sipër, që do ta bësh, pra askush praktikisht nuk mund ta kuptojë se zarfi kujt është. Dhe pastaj hapen zarfet dhe del fleta e votimit, e cila numërohet pastaj. Pra fakti që kemi kaq shumë zarfe na garanton që gjurmët humbiten rrugës dhe numëruesi i partisë nuk ka asnjë shans dhe këtë them me përgjegjësi që të kuptoj votën e kujt po lexon gjithmonë se ti nuk e ke lënë një shënim në zarf ti shkruash emrin me emër sipër apo të bësh një gjë të caktuar. Pastaj kam dëgjuar njerëz që më shkruajnë në Instagram, po kushton 40 euro kostoja postës, a duhet të fut 40 euro brenda në zarf? Nuk do të fusin asgjë veç letës votimit, asgjë.
e kanë mendjen të remilitancat. Se janë mësuar të dërgojnë. Janë mësuar të futin vetëm lek në zarf edhe të mbajnë ekonominë e këtij vendi, por që edhe unë ndajt një të qëndrim që mënyra se si është dizenjuar, edhe për shkak të asaj që përmendet, të mosbesimit të palëve midis procesit dhe midis njëri tjetrit, ka bërë që e gjithë kjo të vi shumë e kushtueshme dhe e gjithë kjo të vi me shumë burokraci. Edhe po të shikosh, kam përshtypjen edhe kodin zgjedhor, po edhe elementet ku ne ndodhemi në KQZ, mua ndonjëherë më duket sikur për shkak të mosbesimit të palëve dhe për shkak të abuzimit që sistematikisht palët kanë bërë, janë gati të normojnë edhe frymarrjen, pra të vendosin ligj dhe rregulla si duhet marrin frym përpara se të bëjnë diçka. Por që dhe kjo do duhet të rregullohej nëse do të ishte shumë e lehtë nëse partitë, le të themi që është çështje kulture, kam përshtypjen që nuk kemi afër ti moment. Organizojnë gjithë këtë, do të ishin shumë më demokratike dhe më. Po të shkojmë në Kosovë për shembull dhe shikojmë me sa shumë lehtësi aty kryhet procesi. Ne u habitëm zgjedhjet e fundit në Kosovë se në grupin e numërimit nuk lejoheshin gazetarët, pra nuk lejoheshin kamerat, mediat, ishin vetëm numëruesit. Ata thash, okay, po si partitë këtu nuk shqetësohen. Po ne kemi numëruesit, u besojnë procesin, çfarë problemi ka pse duhen kamerat brenda, se duhet të shqetësojnë, pra ata janë më të përmbajtur, nuk e kaq të friksuar që shikoj se po na luajnë anë tjetër, po bëjnë një manovër. Dhe që ne kemi këtë dhe nuk besoj që lehtësisht do të shpëtojmë prej saj. Ne harxuam miliona euro për votim dhe numërim elektronik, që na nxirrte rezultatin brenda një ore dhe shpëtonim nga këto dhe prap dolën ca paranoja që se edhe ai është i manipulueshëm. Është edhe kryesisht në një shoqëri ku edhe dënat që vinë për shkak le të themi në përgatitjen arsimore. Për shembull, po të shikosh testin PISA që thotë 70% janë analfabet funksional. Mirë, po kjo nuk është edhe në vetëm e këtij viti, kjo është edhe para 15 viteve. Që do të thotë, unë ndonjëherë habitem se si dikush mund të thotë që sa e vështirë është fleta e votimit. Ku ti ke një kolon dhe një parti për zgjedhur, një kandidat për zgjedhur. Po sigurisht që kjo bëhet shumë e vështirë nëse ti ke një popullat që gjatë jetës së vet nuk e ke arsimuar dhe ai nuk arrit të nxjerr kuptim nga leximi apo të shpreh atë që mendon. E kam përshtypjen që këto janë sfidat më të mëdha të shoqërisë tonë. Në momentin që ti e le kaq të paarsimuar, jo vetëm fleta e votimit do të duket e vështirë, po edhe teoritë e konspiracionit pasaj do të marrin një gas të madh në kuptimin e Ka një teori nga aktivistë që janë pak, po ekzistojnë, që thonë se ndër vite në vendin tonë është punuar për të ulur në gjendjen kolektive. Më pak arsimim, më shumë varfëri, më lehtë i manipulueshëm. Ndërkohë që ata që kanë qenë klasë mesme shëndetshme, intelektual, të aftë për të vënë trurin punë, po dhe me lloj pavarësie ekonomike, u kanë nxjerrë të shumë që janë larguar nga vendi dhe kanë ngelur gjithmonë më pak aktivistë shëndosh që mundet që edhe në lagje, në pallat, mundet të ndërveprojnë si njerëz që i kuptojnë gjyra dhe nuk e han sapunin për djathtë. Kam përshtypjen që sapuni po ha gjithmonë më shumë për djathtë. Ne po ham salmonel domethënë po ham pull me salmonel. Jemi gjallë dhe ata janë falënderues se po shkojnë votojnë prapë. Është për të ardhur keq pavarësisht se ne po e shoqërojmë shumë me nota humori, po nuk la kam si është edhe ajo shpreha e atij plakut në atë filmin e famshëm që nuk na ka mbet gjë tjetër vetëm se të qeshim në këtë histori kaq të pafuqishëm sa ndodhemi shpesh përballë këtyre fenomeneve. Unë do doja në fakt që të kaloja në një rubrikë që do të drejtoja disa pyetje që janë më shumë dilema që ju mund t'i zgjidhni. Vota e diasporës. Një proces që do të na duaj apo një proces që edhe mund ta shmangnim? Pro votës së diasporës apo kundër votës së diasporës? Unë jam kundër, edhe pse do më vinte pak keq për diasporën e viteve të fundit. Pra njerëz që janë ose po themi e votës nga atje ku janë. Se po themi kështu votë diasporës edhe. E kuptoj dhe për çfarë kemi fjalën. Pra njerëz që janë larguar nga Shqipëria në vitet 90, po themi, dhe që vinë në Shqipëri vetëm për në verë dhe shijojnë Shqipërinë turistike, ose që e perceptojnë Shqipërinë kryesisht nga ekrani. Dhe ne dim aftësitë manipuluese që ka ekrani për këdo në favor të njërës pala apo tjetrës. Po pse ju mendoni që ekrani nuk manipulon brenda vendit?
Jo, manipulon, por ti në Shqipëri përveç ekranit ke dhe jetën e përditshme. Ti e kupton se çfarë nuk shkon për ty, ti e kupton si është çmimi i ushqimeve, ti e kupton cila është cilësia e ushqimeve, ti e kupton cilësinë e shkollës, ti e kupton problemet me shëndetësinë. Pra, ti përveç propagandës në ekran, ti njëkohësisht konsumon edhe ke qeverisjen. Pra ti ke mundësi të balancosh të dyja. Po brenda vendit që si emigrant ti ke ikur në 90-të dhe kthen është 2025 thua, ua, sa që ka zhvilluar Shqipëria. Po sigurisht që është zhvilluar, ti ke si remitanca, ne këtu kemi punuar, është normale që të zhvillohet, por ti nuk jeton dot dhe nuk prek dot për një kohë gjatë, se nuk rri gjatë, atë çfarë realisht ne jetojmë këtu. Kështu që për këtë arsye unë mendoj që diaspora nuk mund barazoj vendimarrjen me ne. Edhe pse thash, kam në konsiderat këtu vetëm ata që kanë ikur 10 vjeçarin, 15 vjeçarin e fundit që e kanë ende të freskët. Se unë gjithmonë kam dashur ta bëj këtë debat me si thua me dikë që e njeh procesin, po edhe ndan këtë mendimin kundër. E di pse, se nis nga një perspektivë ndryshe. Për shembull, perspektiva jote qëndron. Pra një emigrant e ka parë nga televizori. Po dhe një shqiptar, madje shikon më shumë se televizor se sa një emigrant, edhe mund të bëjë jetë akoma më vulnerabël. Po për post kësaj, për shembull një shqiptar ne diskutuam pak më parë, që ai mundet që edhe ta shes votën. Ta bëj shumë të lehtë procesin e shitjes së votës. Pra përveç se ka ekranin, mundet dikush edhe t'i paguaj borxhin. Ndërkohë që në diasporë kjo mund të jetë pak e amortizuar. Në parim. Sepse dhe diasporës ne kemi sulur gjithë kushorin. Po diaspora ne ai sjell 50 në zarf, nuk mendoj se do marr 50 e partisë, më kupton? Nuk po them këtë, por po them që një diasporë e cila ka një kushuri jo më familjar të brezit parë në punë në Shqipëri, është e vënë në presion që për regjistrimin. Ti nuk do ta besosh që realisht të gjithë ata që kanë qenë administrat, kanë qenë detyruar të dërgojnë lista me emra dhe partia në pushtet ka kontrolluar nëse ata janë regjistruar ose jo. Po në fund vota është e fshehtë. Po kjo është një lloj si për këtu si për atje, sigurisht që është e fshehtë. Dhe pavarësisht se presioni ekziston. Pavarësisht se presioni i administratës ka qenë aty, fjala vjen kushdo përpara Ramës që e ka lënë pushtetin, dhe administratën e ka pasur në kontroll. Fatos Nano kontrollon të administratën dhe humbi. Është tendenca të dyja palëve kjo për të prodhuar. Por absolutisht që është aty tendencë. Vetëm se unë besoj te jeta e vërtet, pra, jeta për te ekranit. Jeta e vërtet është jeta për te ekranit, po ti beson te jeta e vërtet, e cila më ndikon emocionalisht më shumë se ti beson te jeta e vërtet, po un kam frikë që ti bën një gabim në analizë, që ti mbi vlerëson votuesin brenda vendit. Më thënë, a je sigur që nuk je duke mbledhësuar votuesin brenda vendit? Kur thua që ai jashtë vendit do bëjë një zgjedhje? Risku që të manipulohen është i të dyve. Vetëm se mendoj që distanca dhe të mos jetuarit në Shqipëri në mënyrë të përditshme, në mënyrë të prekshme, me problemet që ne kemi, që mori dhe këta që kanë ndërur brenda vendit, që e kanë prekur gjithmonë problemin, ne gjithmonë kemi diskutuar, po kemi diskutuar gjithmonë se sa të pa koshient kanë qenë për të bërë një zgjedhje në raport me problemet që ka vendi. Lutem, kush e di si e bën bukën ai furxhiu përballë? Di ti që je këtu apo tezja jote që vjen vetëm në verë edhe shkon vlen një herë bukën aty? Mund të qelloj, mos ma zvoglo. Mund të qelloj një herë buka e mirë tezes kur vjen një herë në vit ose të rri javë në vit, po ne që e ham për ditë e kuptojmë çfarë po ham. E kam këtu po flem flas bukën e ka thënë për qeverisje. Shiko sa bukur ma more. Shiko sa bukur ma more. Tezja vjen një herë ha bukë dhe është e mira apo e keqe dhe duhet votojë nga jashtë vendit. Imagjinoni një qytetar shqiptar që e ha bukën keq për ditë, ju mendoni që ka vlerë edhe kur ai voton të njëjtën furxhi. Ai është në drejtën e vet të vazhdoj të vuaj cilësinë e bukës që ha, po të pa ta bëj vetë këtë gjë. Edhe kjo që të mos vendos dikush tjetër për të, se s'mund vendos dikush çfarë buke do haun. Nëse mua m'pëlqen buka e keqe le ta ha, po ta vendos vetë këtë gjë. Nuk mund ta vendos dikush që vetë ha bukën e mirë në Gjermani, edhe për mua thot po mbajeni Edi Ramën e Sali Berisha se mirë e keni. It doesn't work. Edhe unë ndaj të njëjtën frikë me ty kur bëhet fjalë për votën e diasporës. Me gjithë respektin por mendoj që është ajo është një drejtë kushtetuese. Nuk e vënë për diskutim, se edhe partitë po të ishte për diskutim, nuk do ta kishin vendosur. Nuk e vënë dyshim që ata mund ta shfrytëzojnë drejtën e tyre për votuar, po. Unë duke mos pasur një, le të themi, një superlativ për votuesin brenda, e toleroj të gjitha ato fenomen që ju thatë për votën
dikujt që voton nga Nuk e jashtë. nënvlerësoj fare votuesin diasporë përkundrezi. Ata Po, kanë po, përshtypjen që kanë perceptor më të mirë për demokracinë. Të Vetëm shpresoj, se mendoj që i shohin me ca syze më optimiste. Tani në këtë rast, një pyetje pak më kur kam folur me miqtë e mi, të ndryshëm, dikush do PS-n, dikush do PD-n, dikush do të vogla, dikush do njerëz me qëndrime të ndryshme. E dikush është interesante që e kanë bërë giotinën gati për diasporën. Dhe në momentin që diaspora për ta do votoj, le të themi, opozitarisht, të gjithë të tjerët që kanë një përqim ndaj pushtetit do thonë që diaspora nuk di të votoj. Ndërkohë që pjesa tjetër do thotë po, e shikon, diaspora votoi mirë. Ju si shikoni gjërat të mirë duhet një jashtë. Asnjëri nuk është bërë i gatshëm nga gjithë ata që unë pyes, asnjëri nuk është bërë i gatshëm që të pranoj vullnetin e diasporës ashtu si ajo do jetë. Pse pranojmë ne shqiptarëve në Shqipëri gjithmonë themi na vodhën, po të kemi humbur ose po të kemi fituar, morëm 1 milion shuplaka për opozitën. Kështu që perceptimi për pranimin e rezultateve është njësoj sikur votojmë ne këtu, sikur na bashkohet diaspora. Që ne në këto zgjedhje. Ne nuk kemi zgjedhje kulturën që të çohemi në 12 maj të themi urime kundërshtarit që fitoi. Dhe ky shallimi i madh që në këto zgjedhje mbas 11 majit ne diasporën e futëm për ta bërë pis edhe për ta paragjykuar, duke parë që askush nuk është bërë gati të pranoj rezultatin e diasporës ashtu siç do jetë. Po gjithsesi kjo është kam shtypjen analizë dhe do jetë për të parë. Diaspora vota e diasporës ose nga atje ku jetojnë është tashmë realitet, po për ju cili do ishte një le të themi i drejtë të votonin në konsulata, pra dorazi, dhe aty të kishte një kuti ku ti shkoja dhe votoje, të votojë me zarf, ashtu siç është tani, apo të votojë në mënyrë elektronike nga telefoni i tyre. Kam përshtypjen që mënyra elektronike në epokën ku jetojmë, kaq shumë sulme kibernetike, do të sillej një mosbesim shumë të madh. Kështu që telefoni po e heq. Do ta heqë edhe konsullatën, sepse ne e shohim, nuk mund të bëjmë sikur nuk e shohim, si partia në pushtet në mënyrë historike, jo kjo parti që është tani. E ka përdorur dhe i përdor burimet publike për fshirë dhe zyra diplomatike për favore elektoral, kështu që në çdo rast do të kishte një paragjykim shumë të madh votimi përmes konsullatave. Kështu që modeli me pos ngelet më i pranueshmi në klimën politike në cilën ne jetojmë. Pesha e votës së diasporës. Do duhet të ishte si dikur fanolin e kishim deputet të diasporës, apo siç është dizenjuar tani, ku secili nga jashtë voton në qarkun dhe shkon si gjithë të tjerë të i barabartë me votën e gjithë kujt këtu brenda. Kjo është hileqare nga ana e partive politike, sepse duke shpërndar votën në gjitha qarqet, praktikisht kanë zbehur dhe zhbër peshë reale që mund të kishte vota diasporës. Unë mendoj që diaspora, duke marrë parasysh numrat, të duhet kishte një kuotë në parlament. 2, 4, 6, hajta llogarisim, duhet kishte një kuotë reale, që ata vetë ishin të interesuar aktivisht vetë, të mos kishte nevojë partia që të shkonte tek ata, por ata të zgjidhin lidera në komunitet. Ata të angazhonin të zgjidhin më të mirët dhe të ishin të interesuar për të fituar vendet e tyre. Pra, gara të bëhet mes tyre. Tani gara bëhet në Shqipëri, mes emrave që jetojnë në Shqipëri për votat në diasporë. Mendoni sikur po themi Flor Haçkaj apo aktivistë të tjerë që mundësuan votat diasporës, të garonin vetë për një vend të dedikuar për diasporën dhe të zhvillonin fushatën vetë në diasporë për vendet dedikuara për ta. Do të ishte më realiste, do të ishte më gjithëpërfshirëse. Dhe po ashtu vetë ata që do të ishin në parlament përfaqësues diasporës, do të ishin më të angazhuar për të zgjidhur probleme që ka diaspora sot. Probleme të cilat mund të kanë bëjnë me marrëdhënien që shteti shqiptar ka me ta, si respekton, si trajton, si ndihmon. Ndërkohë që duke u shpërndar kështu në Shqipëri, askush në parlament nuk do të ketë një dedikim të veçantë për diasporën. Dhe mua më vjen keq për ta mbyllur argumentin që aktivistë shumë mirë nga diaspora që ne i pam të bënin betejë gjykat kushtetuese, të bënin betejë me partitë dhe me parlamentin, në fund fare ngelen jashtë parlamentarizmit sepse nuk përqafuan asnjë prej partive që kishte shanse reale për të bërë deputet. E vërtet kjo është edhe vërtet është një keqardhje e madhe sepse ne që prej pandemisë edhe deri tani ku u shtuan këto zërat e diasporës sepse media u hap ndaj Zoomit
le të themi diaspora mund të fliste edhe nga atje ku është pa mbritur në studio, kuptuan që kishim një armat të jashtëzakonshme njerëzish me vlera nga në çdo fushë të jetës, biznes, mjeksi, arsim. Kemi zhvilluar në pandemi një diskurs shumë të madh, shumë ndihmues, me mjekë shqiptar shumë të suksesshëm në përballë. Dhe dukshëm të gjithë këto zëra kur bëhet fjalë për zgjedhjet i kanë domeni disa njerëzve që din ti kurdisin mirë gjërat në këtë vend. Dhe që zgjedhin përgjithsisht kukulla dhe jo profesionistë. Po mbase kjo mund të jetë një mësimi të ardhmes ku mbas ti procesi mbase mund të bëhen më të zëshëm, mbas peshës që ata kuptuan. Për shembull, edhe optimisti më i mirë thonte që do shkojnë 80.000 numri i votave. Pra domethënë diku te 40.000 ishin normalët. Te çdo parashikimi. Dhe sot ata mund të kenë një realitet të ri, pra që e gjykojnë me këtë. Po një pyetje që do doja ta bëja për procesin e mënyrës se si voton diaspora. Mënyra se si kemi votuar ne në këto 30 vite është ndryshuar aq shumë sa asnjëherë ti nuk e shkuar në një proces zgjedhor që të ketë qenë i njëjtë me procesin e kaluar zgjedhor. Duket sikur vive e para zgjedhje. Mendoj që edhe procesi mënyrës se si voton diaspora dhe si zgjedh diaspora do i jetë pjesë e këtij fati që sërish do ketë ndryshime. Kam përshtypjen që do duhet bëhen thjeshtëzime të mëtejshme, po sa doja dalim, kam përshtypjen që nëse diaspora tregon që ndikon në rezultat, pale do mendohen mirë herën tjetër nëse do duhet të japin një shans diasporës. Nëse diaspora kthehet në një kosto shtesë që nuk e ndikon në rezultatin, pra është një lloj që kishin votuar vetëm në Shqipëri, nuk do intereson shumë sa çfarë. Pra nëse ka peshë do fillojnë ta rregullojnë. Patjetër. Nëse nuk ka peshë mund t'i japin çfarë doj. Kjo është pak kështu me nota humori, po ku është vendi më i mirë për të votuar një banor, një qytetar i diasporës, nga dhoma e gjumit, nga dhoma e ndenjes, tualeti, puna, bar kafeja apo parku. Kjo mund të jetë e parakoshme si batut këtu e jona, po unë të siguroj që mbas 11 ose mbasi të vjen këto zarfet në një popull që dashuron memet, do shikojmë çuditëra kam përshtypjen. Tani e ndom për të çuar për të fantazuar memet, i vetmi vend kur jemi privat, dhe shumë privat është tualeti. Kështu që kryeni aty. Mirë atëre. Ne shpresojmë shumë që gjithë ky proces të shkojë mirë edhe të jetë le të themi dhe të ndihmojmë sa të mundemi duke bërë të bisedet se ndonjëherë sigurisht. Unë në fakt në 5 minutë që në fundit të kësaj bisede do doja të merrja nga ju edhe si kam përshtypjen një nga bashkëdhëtarët edhe të disa nga këtyre liderëve politik ku ju i keni marrë në pyetje shpeshherë, të merrja nga një le të themi opinion tuaj mbi secilin lider që garon në këto zgjedhje. Do si votuesa apo do si gazetare përgjigjem? Shiko, unë e dua si votuese, sepse si gazetare do isha unë tek studioja jote, jo ti te jona, po mund ta marrësh në çfarë do lloj konteksti që ti mendon se është okay për ju. Po kam përshtypjen që mund të jetë një miks mes të dyjave. Edi Ramës i kam zili aftësinë për të mbijetuar, por mandatet e tij 2 dhe 3 kanë qenë vetëm makjazh, skandalesh dhe nuk kanë prodhuar politik. Kështu që nuk besoj që dikush më tutje mund të prodhoj politik. Sali Berisha, lideri i opozitës? I kam shumë zili vitalitetin, shikimin, energjinë dhe këmbguljen, por ka shumë aromë myku në selin e tij. Nuk bën për mua. Euroatlantikët, Lulzim Basha? Se zotit Basha të vjen keq që ti biesh në qafë. Domethënë e ka hequr kostumin e dhëndër ideal të çdo vjere. E ka provuar vetëm në disa dimensione. Nuk mendoj që është diçka që mund të presësh prej tij një surprizë, kështu që po e lëm me kaq.
Ilir Meta? Nga të paktit politikan që ka shkuar në burg që unë nuk kam mundur ta takoj në qeli. Disa prej tyre i kam vizituar, edhe sigurisht që për mua nuk është një alternativë për ta votuar, por jam shumë kurioztare për të një të zgjedhje, sepse aftësia e tij për të mbijetuar është e jashtëzakonshme, duhet ta shoh nëse mbijeton këtë rast, po duke e vëzhguar pa e votuar. Kryetari i Partisë Socialdemokrate, ambicia e tij është për 6 mandate në këto zgjedhje, ka thënë. Ky është enigma e këtyre zgjedhjeve, sepse sa e sheh 4 vjet që të rri me Ramën e besnikrit plot, kur vjen puna në zgjedhje, bëhet ujk kundër socialistëve. Dhe pastaj kthehet në kollaborues të pushtetit socialistëve. Kështu që për mua është enigma e këtyre zgjedhjeve, nuk e di sa do të shkojë, sepse ai nuk del në asnjë sondazh, por ndërkohë prodhon mandat. E vërtetë është kjo. Kemi hyrë tek fasha e lëvizjeve të reja ose relativisht të rinj për disa. Tani tiku është i ri, pra Po, e është vërtetë është. nga të Tiku është i ri. vetmit që nuk është Janë provuar zgjedhjet nga e para. sipas zgjedhje. Ti je me sinqert, si aktiviste ose si aktivist e kam përqafuar më shumë se sa kur hyri realisht në politik. Jo sepse nuk e mirëpres angazhimin e tij, por sepse siç ja kam thënë dhe personalisht, pres prej tij dhe koalicion që ai drejton, teza realiste, jo populiste. Pra teza e Shqipërisë në orën 0 kur unë vin pushtet, nuk bën përmendjen time që mendoj që është mendje mesatarisht e sipër e përkushtuar. Kështu që do të ishte mirë për çdo që nuk dëshiron të vjetra të provoj tikun, por tiku duhet të bëjë diçka për të marrë votën tonë. Duhet na flas me këmbë në tokë, pa populizëm. Një nga figurat që është popullore mes rrjetit, argëtues, brillant ende për mënyrën e diskursit, i sinqert si pa kusht tjetër, por për sa kohë ka prodhuar gjën të 35 vite, nuk mund të mendoj të prodhoj tani diçka të re, qoftë duke pasur zotin Ali Beaj në krah. i dal nga radhët e Partisë Demokratike duke bërë betejat e veta atje, tani drejtuesi i partisë politike Mundësia. I suksesshëm në biznes dhe do të preferoja që të bëj më i fuqishëm aty ku ditë bëhet në biznes, sepse për politikën nuk më duket se sjell diçka të re, përveç se ka një lloj sensi hakmarrës dhe ambicjes personale më shumë se sa të reflektoj një dëshirë të një klase politike të re që dëshiron të sjellë një ndryshim të ri. Endri Shabani tashmë është pjesë e koalicionit Shqipëria Bëhet, po është drejtuesi i nismës Thurje. Nisma Thurje në të zgjedhje do të jetë pak e pamundur të kuptohet pesha reale, saj për sa kohë është në një koalicion me Adretik Lapaj dhe Lapaj është më... Po është provuar në 2 zgjedhje. Do më kështë disa avantazhe, është provuar në 2 palë zgjedhje, nuk ka shkëlqyer, dhe fakti që është strehuar në koalicion në Lapajt mund ta bëjë të mos marrët pesha reale, kështu që kam përshtypjen që zoti Shabani do të jetë në ombrellën dhe në hijen e Adriatikut në këtë zgjedhje, kështu që nëse dikush shkon të votoj koalicioni me gjas do ta bëj për zotin Lapaj, ose nëse nuk e bën do ta bëj për shkak të zotit Lapaj. Dhe i fundit në lider që unë kam zgjedhur është Lëvizja Bashk, një nga le të themi partitë që mund ta kuptosh që është majtas, mirë majtas dhe krenar për ta. Ky njeri më tremb, por më tremb në 2 dimensione, si për mirë, si për keq. Më tremb për keq për një retorik që ndonjëherë më duket ekstremisht e majt. Por nga ana tjetër më tremb për mirë në kuptimin që mendoj që do të shoh gjërat të pa menduara, surprizuese për tyre, sepse vetëm Bashkinë Tiranë, një fushat me bileta urbane është pa asnjë lloj shfaqje dhe dukjeje, arrit me 14.000 vota vetëm në Bashkinë Tiranë. Kështu që kam përshtypjen që aftësia e tij për të vepruar në kanale të ngushta, të padukshme, pa shumë bujë, është e mpret, kështu që mpres me kurrëshe të shoh se si shkon. Por retorika ekstremisht e majt më shqetëson, por më ngroh guximi i tij dhe i ekipit të tij për të
përplasur çdo derë që i mbyllet, duke e kundërshtuar atë dhe duke e kundërshtuar gjithë sistemin, duke nisur nga oligarkët. Ndoshta kemi nevojë për pak ekstremist për të zhbërë këto dy partitë mëdha dinozaure që na kanë marrë frymën dhe nuk na lënë të shohim përtej. Kështu që ndoshta unë personalisht, tani si votuese fare në fund, në këto zgjedhje do të shkoj drejt një partie të re, të cilën do mundom ta zgjedh me kujdes, jo sepse jam e mrekulluar prej alternativave të reja që shoh, por sepse nuk më pëlqen asnjë për partive të mëdha dhe dua të jap një votë ndëshkuese dhe një shans që një nga ato dimtëri që ti më listove të shkoj për herë të parë në parlament dhe fundja fare le të bëj Lapaj apo Shabani apo Qori një opozit me një karrige të fortë në parlament se Lulzim Basha që karrigen e vetë opozitarit e ka braktisur prej nuk e di sa vitesh. Kështu që edhe pse mund të shkojnë vetëm për të qenë opozitar, do t'ja vlente të kishim një opozit të qëndrueshme. Unë të falenderoj për gjitha opinionet, edhe bie dakord në shumë prej tyre dhe ndaj pothuajse qëndrim me ty kur ti përmend që partitë e reja kanë një mision të madh për ta zhndëruar veten e tyre nga një opsion ose nga një kartë që një qytetar ka për të ndëshkuar ata për të cilët është mërzitur, për t'i dhënë, ose le të themi kanë përgjegjësinë për t'i dhënë edhe një hapësirë shumë frymëzuese qytetarëve dhe duke ndërtuar në thelb forca të cilat janë demokratike dhe garantojnë kontributin e gjithë secilit në këto struktura. Kam frikën që nuk jemi ende gati dhe nëse mund të vlej një këshill prej votuesve nga ana ime, nëse ndokush prej atyre e dëgjon, është se në këto 30 ditë që u kanë ngel drejt zgjedhjeve, duhet të ndalojnë së marruri me njëri tjetrin. Duhet merren me Sali Berishën dhe Edi Ramën. Nëse ata zvoglohen dhe merren dhe luftojnë njëri tjetrin, i kanë bërë deri më të madh Berishës e Ramës. E nëse është ky qëllimi i tyre, le të vazhdojnë ta bëjnë. Por nuk mundet që ta marrin të mirëqen faktin që unë dua të ndëshkoj dy partitë e mëdha dhe do votoj njërin prej tyre. Duhet të bëjnë diçka që mua të më bindin të shkoj tek ata. Dhe kjo diçka do të jetë e qartë për diferencuar njërin nga tjetri, por nuk ka nevojë të kafshojnë njëri tjetrin, dhe të harrojnë të kafshojnë dy mamut të mëdhenj të politikës që janë partitë, jo emrat. Është e vërtetë, është e qartë dhe unë shpresoj që këshilla jote të themi të reflektohet në këto pak ditë që kanë mbetur nga fushata. Janë vendimtare. Por gjithsesi në demokraci është proces edhe një lloj qëndrueshmërie, edhe mbase le të gëzohemi që diçka ka nisur, të rinë guxojnë, kanë kurajo, ca gjëra që nuk din t'i bëjnë mirë, i bëjnë, por i bëjnë dhe keq dhe i mësojnë dhe rrugës se si duhet bëhen mirë, mund t'i kuptojnë gjërat në si thua në mënyrën e vështirë të tyre duke gabuar, por e rëndësishme është që ne të kemi le të themi një hapësirë plurale me më shumë alternativë dhe unë të falenderoj që ishe pjesë e këtij bashkëbisedimi, edhe për shikuesit tanë le të themi takim në bisedat e radhës së bashku. Faleminderit dhe mirupafshim.